По една недела по изгањето на земјиштето во Шипковица, 17 жители од 4 куќи натаму не може да се вратат во своите домови од страв дека повторно би можело да има свлечиште. Мумин Велија вели дека во моментов престојува кај неговиот брат, додека преку ден настојува да биде во неговата куќа која е во ризик, бидејќи како што истакнува тој и кај неговиот брат нема услови за живење. А тоа джинаците пишпајаве ишин дje, са се кан мајт не дje се. E thanë do vinë tejtën edhe kretari komunës. A shto thanë ato, ajo udhëheqja e grupit me menaxhimin e krizave dhe ishte edhe kritikuq. Gje. No, deri tash jo, kurse tejtën do marrën vendim, si do ndodhe, ne kemi qenë disa net të vllavi, imi ngushtë atë s'mundim të rrimë. Nuk më thkej, vëjmë këto vetëm pastrona dhe nata rrim të vllaj, po imi shumë ngushtë, nuk mundet ma shumë të rezistun. Normal se do kthehena në qoftë se nuk ka rrugë dalje tjetër. Këto ka nevoj për të bënë muri mbrojtjes duhet sa ma shpejt se imi shumë në rrezik edhe ne, po janë edhe ata. Ata janë më së shumti, për shkak se rrezikuan të rrshesën shtëpijet e pugash. Од општина Тетово вела дека кризниот штаб одржал состанок и констатирал дека таму има ризик за жителите и по наредба на СВР Тетово жителите се евакуирани. Штаби комунали кризис ka mbajtur mbledhje ku ka pasur 2 pika trendi të ditës dhe është konstatuar se në fshatin Shipkovicë gjendja është serioze dhe kërkon një zgjidhje të menjëhershme. Është njoftuar edhe qeveria për këtë situatë e cila po ndodh, në mbledhje ka pasur përfaqësues nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, nga Qendra për Menaxhim me Kriza, nga komuna dhe nga Ministria e Punëve të Brendshme. Gjithashtu është kërkuar që ekipet profesionale të dalin në terren dhe të vlerësojnë situatën. Nga ana e sektorit për SPB-s është marrë vendim që të evakuohen banorët dhe të kufizohet të qasja e lirë në atë pjesë ku ka rrëshqitje të dheut. На терен, екипата на ТВ21 не забележа никаква сигурносна лента, ниту знак за забрана за движење или предупредување дека постои опасност.